Jam i bindur që ky mesazh do ju vi shumë në punë. I ndodh një miku tim para ca ditësh, e marrin me video call nga policia. Një person me uniform, i rregullt, me tonin e zërit të plot dhe pjesa mbrapa ishte komisariati, njerëz që lëviznin, polica të tjerë që qarkullonin me uniform, me dokumenta, me të gjitha këto, më thënë, u dukte tamam një ambient komisariati. Ç'a ndodh? Ndodh që ky i thotë që me kartën tuaj, me emër mbi emër kishte dhe disa informacione të tjera për transaksionet dhe janë bërë disa blerje që janë të dyshimta dhe duhet patjetër ti verifikojmë. Në këtë gjë, ky çuditur, kishte parë gjithë të skenar, e kishte besuar që përmendën nga policia. Dhe jo po, këtë kam transaksion të fundit, ja një sekundë që të në dhe siç sot WhatsApp-i të jep mundësinë që të shikosh ekranin e tjetrit, të kanë futur si opsion, që ti mund të tregosh dokumenta, mund të tregosh gjëra që bën shkret normale në një bisedë për shembull biznesi. Por ky e kishte hapur, e kishte pranuar edhe ky shoku sepse kuptohet. Ishte pjesë e policisë, normalisht duhet të përgjigjte, dhe në momentin që ky thotë, shko ta shikë mesazhet, shkoj ke mesazhet. Hape këtë kjo te bankës, po, shifi dy të fundit, në ato momente i vjen një kod, që do të thotë, nga ana tjetër ishte bërë një blerje me një vlerë 900 euro, dhe ky kodi ishte që aprovonte blerjen, dhe blerja u bë. Fati i madh që, si më thënë, ndodhemi në një vend që bajtin polici, bëri atë kallëzimin përkatës, dhe u zgjidh si çështje, lekët u kthyen, por dua t'ju vë në alert. Duhet keni shumë kujdes nga linqet që ju vinë në WhatsApp. Duhet vini shumë kujdes nga njerëz që ju thonë jo po kodet e bankës, jo po verifikimi për këto, nuk ka. Shkoni ke dega ose dallohen ato që janë me të vërtet zyrtare nga këto që janë pjesë e një rrjeti të madh mashtrimesh që tash sa vjen e poshtohen si pasojë e ndihmës nga teknologjisë.